A je përballë, Lal, kush më shef? Je përballë, o Lal, edhe ti me... Tu të manipulu si përsi. Tu të ngjetë dobe gjashtë, do thotë do të marrë qëndrim. Ai, është me nerva mua, nuk. Do të marrë qëndrim, sepse e kritikoje. Futi dhe qesh me prapë ti. Ja qëndrimi, ja. Po qesh me këtë, valla. Pungë ti. Ore pungë ti, po jo më kjo tregon natyrën tënde. Tregon natyrën tënde sa seriozisht merr gjërat. Tregon natyrën tënde, për këtë qëndrim po flas. Jo, të bëj si ta ndjej. E çfarë ka bëu tani avlo? Për me se sputnisë që është në folë me ato. Çfarë ka bëu do çe e prek? Unë i kam bërë namin e zim. Po çka më burr, vish ka zamani fjalë. Çfarë ka thonë sa s'po di. Cënën prova. Po ç'është lemër e burr, çka do ta shpjegoj ajo në versionin e vet. Po nervozohesh, ka shumë e burr. Unë nuk kam 7 versione, unë kam një version. Jo, versioni jot që po tenton të shesësh tani. Është që ka pa që po kritikoj. Për gjë që më ke shit ti mu. Jo, ore. Do të maj qëndrim thotë. Unë të kërkova ndjes. Se po e maj unë qëndrim, për gjë që ka bëu ajo. Ja, nëse i ke kërkuar ndjes, qëndroj ndjes. I kërkova ndjes pra po. Qëndroj gjë që tjetër histori që ky mundoi gjithë të levën thotë mua që ti ke marrë qëndrim me jo, ke marrë qëndrim me atë me filan. Është përshtypja e parë, më duket si fëmijë, ka vogël, kalamon. Në fillim, pa e njoh natyrën. Jo, pa pije, kurrësi, jo, s'jam fut kashtell. Thjesht kam bërë një përshkrim fasade, më kupton? Përshkrim fasade, o vëlla. Dhe kësaj kam thënë, mu dukesh shpesh herë, dukesh si 18 vjeç me make-up, sepse duket më e vogël siç është. Dhe unë kësaj kam thënë përshtypjen e parë, pa e njoft. Pa e njoft, e kupton kaq? Siç mund të kem thënë për ty si çer për shembull, kur ka fillim. Pastaj kemi thënë, diçka, jo më jo gjesti që ka më i thellë se kaq. Është krejt normale, o vëlla. Dhe këto gjëra thuhen te rrethi jot i ngushtë përshtypjet e para. Dhe ja kam thënë vetëm kësaj. E tash kjo çfarë po thot? Ja ka thënë Rozit. Për të më mbrojt mu, sepse Rozi thot Aldo do përfundoj edhe me Kanaçën. Si që thot ajo në për shtëpi. Dike ka thënë jo, sepse nuk besoj të ketë gjë më atë, sa im ka thënë mu, para 20 ditë, kur e ka pa për herë të parë, ka thënë mu këtë fjalim. Tani ajo po e përdorte, se për Aldo nuk e thënë këtë. Dhe e marrë veshun që ka dalë kjo fjali që s'ka nevojë të dalë, se ky argument idiot i asaj mbrohet në 1000 forma tjera, s'ka nevojë të më thush gjë që s'ka nevojë ti thush Rozit gjë që ta kam thënë. Por mund të thush thjesht stop se le kokën e namit. Rezi nuk është Kanaçe. Se kështu thotë, do përfundoj të unë tani them pse e ke thënë këtë gjë, do të marr qendrim thotë. Mos guzon se të më flasësh. Mama mua këtë qendrim drastik. Jo, kështu është, le tani. Vazhdo marr qendrim, po ta them seriozisht. Po do ta marr. Ishe mirë deri te ndjesa. Vazhdo qesh. Bravo, vazhdo qesh. Po bën qesh që bëhesh kaq. Po bën për qesh. Atarohesh kaq shumë, se po atarohesh kaq shumë nuk e marr vesh. Sinqer. Po më mirë, unë qëndrimi do ta mbaj. Ti do që unë ç'a të bëj më? Të hedh to, të ulë rast për tas te shishet, ç'a të bëj? Jo, ti më qëndrim. Ore të kërkova falje më për atë fjali, por nuk ta kam përdor atë fjali ty, unë po të mbroj aty, dakord? Edhe pse, mbase nuk ishte fjalia e gabuar, po të mbroja. Me që hyrje si i tretë, atëherë. Tani do flasësh me Xhesin apo e mbyll me mua? Po përsërit veten, i do përsërit veten. Ja të them kundër argumentin. Kundër argumenti është që unë nuk e shoh këtë temën kaq të delikate për të mbrojt. Sa e vetë nga mbrojt me që më ka ngel, o vlla, kjo është temë idiote. Stop. Ka mujtë në rast të tjera me mbrojt, jo me kallëzuar stop. Po këtë po them, ka imi forma për ta mbrojt të sulm idiot.